Evropian dhe me proceset e antarësimit Bashkimit Evropian. Janë procese falso ato. Kur thotë ne të shkojmë në Bashkimin Evropian. Qëpse ka një njeri që s'do të shkojmë në Bashkimin Evropian, është Edi Rama. Se nuk të pranon ty askush në Bashkimin Evropian në një shoqëri ku baza e ekonomisë është trafiku i drogës, ku përfaqësuesit në kuvend zgjidhen nga krimi organizuar, ku përfaqësuesit e qeverisë janë super të kriminalizuar dhe subjekt i bashkëpunimit me krimin organizuar dhe trafikun e drogës, ku një pjesë e madhe e tyre urdhërohen prej tyre, ku vetë pjesa kryesore e qeverisjes është e vërtetuar e kapur tashmë në të gjitha hetimet me trafikantët e drogës, nga një anë, dhe nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga e cila Rama do marrë një goditje të jashtëzakonshme sepse e gjithë kjo luftë, gjithë ky presion, përmendja e familjes presidentit Trump, që s'ka asnjë lidhje presidentit Trump me këtë biznes. Ky është një biznes i ofruar nga Rama për një ishull privat. Që ishull privat nuk ekziston sepse ishulli i Sazanit është një aset strategjik, pjesë e Republikës Shqipërisë, e cila paraqitja sigurisht një ishull privat ndaj Ivankës dhe Kushnerit, në gjykimin tim është bërë i qëllimshëm për vetmin qëllim për ta diskredituar Trumpin dhe për rrjedhoj do të marrë një goditje nga administrata e presidentit Trump. Kolonel, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Klejt Këlliçi, Klejt nësi që të kam. Faleminderit. Klejt, si po e vlerëson situatën në lindjen e mesme, jemi përballë një situate ku në tavolinën e presidentit Trump janë edhe një armë pushimi propozuar nga Katari, Pakistani dhe Egjipti, një armë pushim 10 ditor, por nga ana tjetër kemi dhe avion amerikan që vinë edhe grumbullohen në rajon, çka nënkupton edhe një mundësi për një mësymje ushtarake si ajo që pam në 20 e shkurt. Si e vlerëson situatën? Fillimisht pse ndodhi thyrja e armëpushimit, më pas dalin të këto dy? Kam parasysh që në të gjitha bisedimet, format e armëpushimit ose të menaxhimit të krizës mes Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka pas në një, ose tush nga të dyja palët, një lloj pranimi të statu quos. Pra, u arrit një lloj armëpushimi i cili i dha fund konfliktit të ndezur, se të paktën palët morën parasysh që të deeskalonin operacionet, Shtetet Bashkuara të Amerikës deeskalonin operacionet ushtarake, por pa arrit një marrëveshje për atë se çfarë do ta bënte armëpushimin të pranueshëm dhe të kthyeshëm në një moment paqeje. Dhe kemi ngel pikërisht ke kjo pjesë, ke pjesa ku Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë me ngulm pezullimin deri eliminimin e programit bërthamor, ndërkohë që Irani kërkon ta mbajë. Tashti mënyra se si Irani mund ta mbajë programin bërthamor në tavolinë ose ta zhvillojë është nëpërmjet ushtrimit të presionit në ngushticën e Hormuzit ose edhe në Bab el Mandeb, po ta shtrosh pak më gjatë nëpërmjet proksive të Iranit që janë Houthit. Këto janë dy momente dhe Irani ka kuptuar që nëpërmjet menaxhimit ose se tush tërheqjes së fijeve të tensionit në gjirin në ngushticën e Hormuzit mund determinoj stuhi apo fortuna, nuk themi stuhi, fortuna globale për të cilat më pas ndikojnë edhe në mënyrën se Shtetet Bashkuara të Amerikës apo aleatët e saj i qasen krizës. Ky është problemi thelbësor. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë shkatrimin ose eliminimin e programit bërthamor, gjë nga e cila Irani nuk do të heqi dorë, pasi mendojnë që mund të jetë subjekt sulmesh të vazhdueshme për koncesionet më teshme në të ardhmen. Po në të njëjtën kohë Irani mban të bllokuar ose nën kërcënim gjithë situatën globale me mbylljen e ngushticës së
Hormuzit. Kjo është leva e vetme që Irani ka në dorë. Irani ka në dorë dhe leva të tjera, por kjo është leva, le të themi, më me pak kosto për Iranin. Bomba bërthamore ekonomike. Po, bomba bërthamore dhe më me pak kosto për Iranin dhe më me shumë kosto për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se kostot këtu nuk llogariten në mbylljen e ngushticës, se s'ka mundësi ta bëjë Irani, por në kërcënimin me mbylljen e ngushticës dhe me përdorimin e mjeteve ushtarake relativisht pak kushtueshme për ta bërë ndëndrimin në ngushticën e Hormuzit të pa përballueshme nga pikpamja ekonomike. Kjo është pak a shumë. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë moment kërkojnë çlirimin e ngushticës së Hormuzit apo heqjen dorë apo hapjen totale e ngushticës së Hormuzit dhe ndofta në një moment të dytë të arrijnë një lloj akomodimi me Iranin. Por siç e thash, çfarëdo lloj se tush presioni që bën Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ketë për pasojë riperkusionet në Iran, në ngushticën e Hormuzit. Reperkusione edhe në Bab el Mandeb, ja këto janë pamjet edhe në Bab el Mandeb, ishte lajmi sot që Houthit kanë vendosur bllokojnë edhe ngushticën e Bab el Mandebit. Dhe problemi tjetër që neve dhe se tush një nga zgjidhjet që mund të jepet këtij problemi ose që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë imagjinuar dhe më parë ka qenë çlirimi i ngushticës Hormuzit nga kontrolli iranian, që do të thotë tentativa për ta sulmuar Iranin dhe për të krijuar një lloj rripi sigurie në pikat e veta më vulnerabël. Keni parasysh si ngjitet pak a shumë ajo zona që kontrollon Emiratet Bashkuara Arabe, më duket ai. Po, kemi hartën aty, po. Dhe ato që quhen choke points ose pikat ku e mbytjes pak a shumë dhe çlirimi atyre pikave të mbytjes dhe hapja, pra garancia që nëpërmjet forcës Shtetet Bashkuara të Amerikës të hapin ngushticën e Hormuzit dhe më pas se tush raporti me Iranin të vazhdojë në një moment të dytë. Problemi është që e vetmja mënyrë se si Irani mund të mbijetojë ose regjimi iranian mund të mbijetojë dhe të jetë relevant politikisht në arenën globale është kontrolli që ka mbi ngushticën e Hormuzit. Tani SBA kërkojnë hapjen, Irani e ka përdor si lev kontrolli, lev mbijetese. Çfarë do ndodhë, Klej? Ajo që do të ndodhë është kjo është pak a shumë një lojë shumë e gjatë shahu, në të cilën përshtypja është kjo që nuk do të ketë një fitus, po mund të ketë, po ta bëjnë një lloj deri diku metafore. Në një moment të caktuar njëra prej palëve prish tavolinën e lojës. Nuk është prishur tavolina e lojës? Jo, tavolina e lojës është prishur prishën në momentin kur njëra palë braktis konfliktin. Fjala vjen këtu mund të jetë fjala për t'i dhënë këtë lloj roli Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra e prishin tavolinë e shahut, praktisin duke thënë që ne lojën e kemi fituar, pavarësisht se tush situata reale nuk paraqitet nga evidenca, që është kjo është njëri prej elementeve dhe Irani ka përshtypjen po kërkon të luajë pikërisht me këtë qetësinë ose me rezistencën që po i bën, të luajë rolin e atij lojtari i cili tenton ta vërë më tepër në një krizë nervozizmi kundërshtarin politik. Tash kriza e nervozizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vjen nga karakteri i Trumpit. Thjesht vjen nga dinamikat e sistemit politik amerikan, i cili funksionon me afate kohore, në të cilat politikat e presidentëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës testohen. Këto afate kohore janë zgjedhjet që janë presidentit të Amerikës, zgjedhjet që janë për midterm, që mos keq kuptohemi. Midterm elections, rinovimet të ndryshme që mund të ndodhin në zgjedhjet që mund të ndodhin pra pikërisht në kontekstin lokal, por që mund të kenë në kontekstin e brendshëm të vendit, që kanë reperkusion edhe në rikalibrimin e politikave të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra çdo zgjedhje midtermi e cila rezulton në humbjen e palës kundërshtare të presidentit të Amerikës përkthehet si një lloj presioni që opinioni publik bën në raport me mospëlqimin apo vënien parapërgjegjësisë të politikave publike që ndjek presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që të kuptohemi drejt.
zgjedhjet që janë për kongresin apo rinovimet për kongres, jo detyrimisht që janë zgjedhje kryesisht lokale, janë betejë lokale, pra çdo senator, kandidat për senator përballet me kandidatin për senator të palës kundërshtare ose me atë që është që mban postin, etj. Betejat janë thelbësisht në rang shtetesh, por kuptimi që i jepet, rezultati unitar, kuptimi që i jepet, atëherë reflektohet edhe në si thosh një lloj paralajmërimi që i bëhet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për korrigjimin e kursit politik. Pra, fjala vjen, në rast se Partia Republikane fiton zgjedhjet e midtermit, atëherë Trumpi ka më tepër hapësirë kohe për të viju në këtë kurs, në këtë lloj kursi politik. Në rast se fitojnë demokratët, atëherë Senati Amerikan do ta vejë përpara përgjegjësisë presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Krejt, a jemi edhe në kushtet e një përpjekje të Shtetit Bashkuar të Amerikës, fjala vjen në këtë moment për të futur në atë që konsiderohet një all-out war, një luftë totale me Iranin për shkak se apo do të vazhdojë ajo që theti, do të vazhdojë kjo kjo është pak a shumë lush poker. Pak a shumë një pokeri i cili nuk jo detyrim, nuk e shanset për ta fituar këtë lloj konflikti janë shumë jo vetëm të ngushta, po paraqesin edhe fitoria e konfliktit mbarset me rreziqe të tjera. Fitoria e konfliktit mbarset me rreziqe të tjera, po të kujtoj që edhe sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës të arrijnë fjala vjen në rezultatin e tyre, po të marrim një skenar që lidhet me fillimin e konfliktit, që ka qenë zëvendësimi i regjimit. Po. Në mënyrë zëvendësimi i regjimit, pamundësimi apo paralizimi i jetës politike iraniane, në atë farë pike sa që sistemi politik iranian kaloi në një fazë shkërmoqje dhe instabilitetit të brendshëm. Skenare të tilla i kemi parë në Libi, në Siri, Irak deri diku, po për arsye totalisht të tjera, dhe ku regjimet janë rrëzuar, por si thosh historia e pas regjimit nuk është themeluar mbi një fjala vjen kontratë sociale apo mbi një regjim të ri. Ka pas një periudhë relativisht të gjatë instabiliteti politik me reperkusione gjigante në rajon e më gjerë, edhe Libia dhe Siria, vetëm çështja e refugjatëve që debatohet sot në Evropë është sa pjesë e çorëndimeve që kanë ndodhur në Libi edhe në Siri. Mos fusim pastaj se thosh rilindjen e terrorizmit apo të radikalizmit islamik në Siri me ISIS-in etj. Kanë qenë gjitha produkte të rrëzimit të regjimeve pa alternativa politike. Dhe nëse në Iran ndodh kjo, atëherë reperkusioni kishte një skenar, dhe se diskutohet edhe me Dritanin pjesën e parë të misionit. Ky është skenar shumë i bukur për të qenë i vërtet, sepse është një skenar shumë i bukur për të qenë i vërtet, sepse nuk ka sot peshë ushtarake, masë ushtarake, e cila të derdhet në Iran edhe të luftojë me ushtrinë iraniane, të vjet përballë një faktori i cili nuk është i parashikueshëm, sepse ti nuk e di se si do reagojë shoqëria iraniane. Do të ketë një mobilizim shumë të fortë të Irani ka treguar të paktën në një rast që ka qenë në vitet 80, që megjithëse ishte një vend në një fazë anarkie ose në një fazë tranzicioni pushteti, shoqëruar me instabilitet shumë të fortë politik dhe struktural, arriti që t'i rezistonte një shteti i cili ishte edhe më i vogël, siç ishte Iraku, luftën Iran-Irak, që zgjati gati 8 vjet, por që në fazën e parë, që ishte faza se thosh më kritike, Irani arriti mobilizoi gjithë shoqëria iraniane, u mobilizoi dhe i rezistoi. Ne nuk e dim se si do të reagojë shoqëria iraniane ndaj një sulmi të tillë. Megjithatë unë shoh shumë të me kurd, me baluç,
me forca amerikane. Janë skema shumë të vjetra, cilat nuk besoj që do t'jenë të interesuar as vendet kufitare. Sa interes ka për shembull Arabia Saudite ose edhe Iraku në formën që është, që në Iran të ketë instabilitet politik i cili do mund të përkthehet në refugjat, do mund të përkthehet në kriza të vazhdueshme, në ndryshime strukturash politike e kështu me radhë. Është një operacion relativisht i vështirë. Ky lloj operacioni mund të ishte i mundshëm vetëm në rast se mund të përdoret si një lloj ndërhyrje e kufizuar, e cila do të ndërtonte një lloj diversioni në veri dhe që do të shoqërohej ndofta dhe diversioni në veri, sulmi toksor nga ana e milicive kurde etj, instabilitet nga separatistët Balochistane, të cilët kanë qenë vitet 60-70 që ekzistojnë, por që nuk i kanë dhënë një instabilitet shumë të madh regjimit, nuk e besoj që janë një faktor aq i rëndësishëm politikisht. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat mundohen që të zotërojnë këto pikat të quhen choke points të ngushticës së Hormuzit. Vetëm kjo mund të jetë një lloj skenari politik. Problemi është që ky lloj skenari duhet parashikojë një presion të vazhdueshëm nga ana e këtyre faktorëve që përmendë, kryesisht e milicive kurde, në mënyrë që t'i lejojë Shtetet Bashkuara të Amerikës të konsolidojnë ato urat e ekspansionit ose urat e pushtimit, për të krijuar një lloj prapatoke. Në momentin që çlirojnë bazën, të krijojnë një lloj prapatoke, sigurie, një brez sigurie, e cila më pas të... Tu po thua për ngushticën e Hormuzit. Vetëm për zhbllokimin e... Nuk besoj, është një situatë, do të thënë, nga pikpamja gjeografike, Irani është shumë i vështirë për tu pushtuar. Nga pikpamja gjeografike them, është një vend, sidomos e zona aty poshtë, karakterizohet nga male, nga terren shumë i ashpër, pa ujë, me resurse të pakta hidrike, pa infrastrukturë shumë të madhe. Dhe shoh të vështirë në qoftë se ti nuk ke një mbështetje, le të themi toksore. Fjala vjen në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës do kishin bazat ushtarake të tyre në Irakun, në Irakun lindor, pra në kufit me Iranin, sikurse që i kanë pas në Arabi Saudite, në Kuvajt, gjatë pushtimit të 2004-s. Edhe pushtimin e 2004-s, për shembull, donin ta sulmonin Irakun dhe nga veriu dhe me sa mbaj mend unë, Turqia nuk i lejoi në një sulm toksor. Po nëse do bësh se thosh paralelizmin mes Iranit dhe Irakut, në kushtet gjeografike janë totalisht të tjera. Ajo lloj konflikti që u zhvillu në Irak nuk zhvillohet dot në Iran. Pra kolona të motorizume, cilat përfitojnë nga pamundësia për të lëvizje e armikut dhe që nëpërmjet shkretirës kalojnë nga poshtë ku zhvilloheshin ato sulme të para basora e Nasiria, qytetet e tjera, të shkojnë deri sipër në Irak, duke ndjek një rrugë komplet tjetër, të amerikanët gjenden në mes të Bagdadit, ndërkohë që ushtria amerikane teorikisht është e bllokuar në jug akoma. Këtë lloj skenari në Iran nuk e propozon dot. Është shumë e vështirë. Unë nuk jam ushtarak me profesion apo me dije, por edhe më aq dije sa kam, edhe me sa po arrit kuptoj, është një terren i cili nuk favorizon fort një konflikt i cili me pak forca, me forca shumë përqendrume dhe me mobilitet shumë të lartë, të arrijnë edhe të godet qendrat nevralgjike të sistemit. Dakor, po a do ta pranojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që t'ia lënë Iranit, fjala vjen ngushticën e Hormuzit? Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë t'ia lënë, ose më saktë nuk dëshirojnë t'ia lënë në formën që Irani sot e kontrollon, ka goditur, një dy anije janë hedhur nerë nga minat, ka goditur sërish, sepse nuk pra ideja është që është bërë e pakalueshme aktualisht ngushtica e Hormuzit. Por pra pikërisht ky është avantazhi strategjik që ka Irani. Pra Irani sot, kurin më të rëndësishëm të negocimit ka ngushticën e Hormuzit. Dhe sa të ndërtohen, fjala vjen, infrastrukturat tjera që do të bënin të mundur zëvendësimin e anijeve
e tankerëve të mejt naftës me kalimet nëpërmjet këtyre transportuesve të naftës e tjerë nga ka një projekt për ta çarë këto tubacionet. Për të çarë dhe për të bërë tubacione diku këtej nga Emiratet për ta çarë dhe për ta nxjerrë më pas në ta ngjyrit persik duke e vadu ngushticën e Hormuzit, por prapë dhe është shumë e vështirë sepse është infrastruktura kritike që mund goditet në çdo moment nga raketat ose nga dronët e kështu me radhë. Irani në të njëjtën kohë po teston edhe në forma të ndryshme e vetëm ngushticën e Hormuzit, po teston edhe vendet e gjirit persik. Në kuptimin që ka godit edhe infrastruktura kritike. Infrastruktura më kritike në zonën e gjirit persik janë impjantet e shkrybëzimit të ujit. Desalinizimit. Pa impjantet e shkrybëzimit të ujit, jeta duhet kthehet në terma ekonomike dhe demografik para 200 vjetësh, ne themi në 150 vjet përpara. Pra Kled, po thua që mbetet një ende e paqartë se si do jetë fati këtij konflikti. Një nga termat në cilat mund të zgjidhesh konflikti, po kjo do të jetë e vështirë për të pranuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ishte një farë tërheqje nga konflikti, pa e shpall konfliktin të mbyllur, tërheqje e Iranit, lëshimi i ngushticës së Hormuzit, po? Dhe deri diku një lloj premtimi i fshehtë për mosgoditjen e faktorëve ose personazheve të regjimit iranian nga ana e nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet sulmeve se tush të personalizuar. Po që që Irani të vendoste një tarif, fjala vjen për pas tarifa po tarifa ka një problem shumë të madh ndërkombëtar, sepse do të jepte mundësinë që cili do vendi i cili posedon, fjala vjen edhe Shqipërisë, e cila ka fjala vjen të militarizonte, ku e di unë, ishullin Sazanit, të remilitarizonte Orikumin, dhe nxirrte në ndecët, vendoste mina për të çorientuar komplet ngushticën e Otrantos. Ashtu si mund të jepte nesër Britanisë Madhe, që kontrollon Gibraltarin, që Britania Madhe ka pas këtë mundësi që nga lufta e dytë botërore, që të godiste që cilën do anije që futeshe në ngushticën e Gibraltarit. Pra këtë variant s'do ta pranonte Washingtoni. Sepse do të vinte një lloj precedenti historik edhe legal, i cili do të çorientonte komplet mënyrën se si është ndërtuar si thoshe drejta ndërkombëtare e detit dhe lundrimi si thoshe pa kufizim në vende ndryshme. Po imagjino Turqinë. Ka një regjim ndërkombëtar të mënyrës se si përdoret ngushtica e Bosforit, i cili Turqia e ka pranuar, por në të njëjtën mënyrë i heq edhe mundësinë që të vendosi paktën nga pame legali, në kuadrin e një gjendje të jashtëzakonshme, vendosi kontrollin total mbi ngushticat e Bosforit, mbi të dy anët. E qartë. Dhe imagjinoni që Turqia të bllokojë gjithë ngushticën e Bosforit. Britania e Madhe të bllokojë Gibraltarin. Po di unë Singaporit të bllokojë ca ngushtica ande nga ku kalojnë një pjesë e mire e anijeve. Po, do ishte precedent i rrezikshëm. Precedent shumë i rrezikshëm. Kled, falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.